إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin absolut. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të respektuar besimtar, na ka ardhur një nga muajt të cilët konsiderohen të shenjtë dhe këtë shenjtëri e kanë marrë nga Allahu, e kjo është muaji i parë i vitit të ri hënor, është muaji Muharram. Në këtë muaj është një ditë e cila konsiderohet një ditë jo e zakonshme, mirëpo ka vlera më të mëdha dhe është me mirësi të mbushura plot. Qëllimi që është dalluar kjo ditë e që në gjuhën fetare dhe popullore njihet si dita e Ashurës, është për shkak se Allahu i madhëruar e ka shpëtuar një nga pejgamberët e tij, mu në këtë ditë së bashku me ata të cilët i kishin besuar. Pra është qëllimi për Musën alayhi salam, të cilin Allahu i lartësuar e shpëtoi së bashku me popullin e tij duke e qarë detin dhe duke e fundosur tiranin dhe tiranin më të madh të gjitha kohrave, Firaunin, i cili e kishte tepruar me zullumin në tokën e Zotit. Allahu i madhruar na sjell shembuj dhe një e treta e Kuranit është me historitë e pejgamberëve. Nuk është thjesht një regjistër që është ardhur në Kur'an, një historie, një ngjarje, një histori e cila vetëm për kurreshtje lexohet. Mirëpo në këto histori, Allahu i madhruar na kërkon që ne t'i shohim se çfarë mësimesh burojnë prej tyre. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allahu thotë se me të vërtetë në tregimet e tyre ka mësim për njerëzit e mençur. Andaj duke u nisur nga ky ajet i Kuranit, ne sot do të sjellim përpara juve 4 prej mësimeve të cilat burojnë nga shpëtimet të cilën Allahu ja bëri Musës alayhis salam dhe popullit të tij. Mësimi i parë është se Allahu e drejton çështjen e robit me urtësinë e tij dhe sjell shpëtim nga ai, nuk e pret. Firauni kishte marrë një vendim i cili duhet të aplikohet mbi popullin e Benu Israilve, pra pjesë përbërëse e këtij populli ishte edhe Musa alayhis salam. Dhe kishte marrë vendim që çdo fëmijë mashkull, pra djalë që lind prej këtij populli, duhet të ekzekutohet në momentet e lindjes. Pra në moment që lind, automatikisht ai fëmijë duhet të mbytet, posa të arritet dhe të zbulohet se ka lind një djalë. Dhe kështu ai bëri padrejtësi në tokë, dëshiroi ta ekzekutoi një fëmijë të pafajshëm dhe t'ia zgjesoj djemt nga ky popull. Allahu i madhruar bëri që mu në këtë kohë të lind ky pejgamber i Zotit, pra Musa alayhis salam, dhe të del në këtë kohë. Çfarë bëri me Musën alayhis salam? Allahu e inspiroi nënën e Musës dhe i tha se vendose fëmin tënd, djalin tënd në një sanduk dhe hedhe në lum. Dhe pastaj çështja tjetër na përket neve. Kështu ky sanduk, pra në momentet kur kjo non e hodhi fëmijën e vet në lum, sikur u zhgënjy shumë se ma nuk ka mundësi për me gjetë fëmijën e vet. Pra cila non sa dhe hedh fëmijën e vet në lum, se dihet se lumi nën kupton se me durët e veta është duke mbyt.
Mirpo Allahu dëshiron që ky sanduk të lëviz në një orientim të caktuar. Në duart e kujt do të përfundoj ky fëmijë? Do të përfundoj në duart e tiranit më të madh, atij që kishte dhënë vendim se çdo djalë që lind duhet të mbytet me një herë. Dhe i shkon Musa a.s. në këtë sanduk në përpara pallatit të Firaunit, dhe Firauni e merr në përkujdesi këtë fëmijë. Por nuk e mbyt, le që nuk e mbyt, por edhe përkujdeset për ta edukon dhe e rrit në pallat. Dhe Allahu Azza wa Jalla përshkruan se kjo çështje nuk do të ishte kështu nëse nuk do ta vendoste Allahu dashurinë për Musa a.s. në zemrat e njerëzve. Allahu ka treguar se dashuria që e ka vendosur në zemrat e njerëzve për këtë foshnjë që është Musa a.s. e ka bërë që Firauni ta merr në përkujdesje dhe të mos e mbës. Mësimi i dytë, të nderuar besimtar, është se padrejtësia do të përfundojë dhe zullumçari nuk do të shpëtojë. Dhe këto na tregon më së miri dita e Ashurës dhe rasti përfundimi i Firaunit. Firauni është shembulli më i madh i zullumçarit në tokë. Pra imagjinoni deri në atë mos ka mri zullumi i tij që ka dalë para njerëzve dhe ka thonë se ana rabbukumul a'la. Imagjinoni ku ka mri, domthon imagjinata e tij. Deri në këtë shkallë që njerëzit ka pas guximin t'ia thotë se edhe unë jam Zoti ju, andaj duhet me besu mua. Zullumi i tij ka qenë shumë i madh, ka mbyt fëmijë pa faj, ka robëruar gra dhe i ka poshtruar ato. Dhe gjithashtu e ka nënshtruar një popull të shtypur. Për këtë arsye, kjo ngjarje e ditës së Ashurës na kujton se si e shpëtoi Allahu Azza wa Jall Musa a.s. Por pasi u nis Musa a.s. me popullin e tij, pra me marrëveshje ishte kjo punë, mirë po ata e tradhtuan dhe Firauni me ushtrinë e tij u lëshua mbrapa. Kur arritën tek deti, mos kishte rrugdalje tjetër. Deti përpara, Firauni me ushtrinë e tij përmas. Populli i Musës a.s. besimtar që ishin me të thanë inna lamudrakun, na zonën. Në ato momente shfaqet fuqia e besimit të madh. Dhe një besimtar i të paluhatshëm Musës a.s. ku Allah e përshkruan se ky tha kella, kurse se inna ma'iya rabbi sayahdin, me mua është Zoti im i cili do të më udhëzoj se çka më bë. E çfarë udhëzimi i dha Allahu Musës a.s. në ato momente? E bëri që të gjitha rregullat natyrore të ndryshohen. E bëri që deti i madh i mbushur me plot ujë të goditet me një shkop krejtësisht të thjeshtë, të cilin Musa a.s. me mbante në dorë, e godet detin dhe deti bëhet 12 rrugë, të cilat do të jenë shpëtim për Musën a.s. dhe popullin e tij, ndërsa do të jenë fundosje për Firaunin dhe popullin e tij. Dhe kështu Allahu Azza wa Jall na tregon se ka mundësi që zullumi të forcohet, të shtohet, mirë po kurse si nuk ka është që do të jetë i qëndrueshëm dhe do të jetë afatgjat. Mirë po Allahu tregon se përfundimi dhe lavdia i takon besimtarëve të cilët e njohin Allahun e madhruar dhe i përmbahen rrugës së tij. Porosia tjetër me radh, mësimi tjetër është se në këtë ndodhi shfaqet një mësim i madh. Kur Musa a.s. i erdhi Firaunit duke ja paraqitur se unë po të rras në besimin e një Zoti të vetëm, i cili është Zoti im dhe Zoti yt, dhe jo vetëm kaq, por është Zoti i të parëve tonë. I ky është Allahu i madhruar. Ai në ato momente tallet dhe e nënçmon Musën a.s. duke thënë am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. A jam unë më i mirë apo ai qyqari i cili mezi arrin të shprehet, mezi arrin të flet. Për shkak se Musa a.s. ka pas një pengesë në të shprehur, mirë po jo që nuk ka mujt të shprehet me kuptu njerëzit në të shprehurit e tij. Pra kjo na jep një mësim të madh. Çdo herë njerëzit të cilët janë prijetar të së vërtetës, janë ndjekës të së vërtetës, do të jenë të përballur me talljet dhe nënçmimet të cilat njerëzit do t'ja bojnë. Kjo na fuqizon neve si besimtar me na tregu se
nuk guxon kurse si të tërhiqesh për shkak se njerëzit po bëjnë hajgare me mua. Ka me pas njerëz të cilët keshim se ti falësh, ka me pas njerëz të cilët keshim se ti shkon haxh. Ka me pas njerëz të cilët bëjnë hajgare me ty pse ti shkon xhami. Ka me pas njerëz të cilët i bëjnë hajgare me ato femra të cilat kanë zgjedhur t'i binden Allahut duke vendosur shami në kokat e tyre. Ka me pas njerëz që keshin pse ti nuk merr kamat. Ka me pas njerëz të cilët keshin pse ti nuk pin alkohol. Mirë po kurse si nuk guxon ti të tërhiqesh mbrapa për shkak të talljes së tyre. Përkundrazi duhet me qëndru, duhet të përballesh dhe këtë këta duhesh me llogarisë se është një shpërblim i madh që do ta gjesh tek Allahu i madhruar. Zotën kjo rrugë ka qenë rrugë e njohur se po erdhe me të vërtetën, po pretendove nivelet e larta që Zoti kërkon, atëherë njerëzit e ult do të etiketojnë, njerëzit e ult do të nënçmojnë. Mirë po kurse si kjo nuk guxon me të luhat nga rruga të cilën ti e ke zgjedh dhe nga rruga që Allahu ka kërkuar dhe të ka obliguar që asaj me ju përmbajt deri në frymën e fundit. Të respektuar besimtar, në këtë ditë është edhe një mirësi e madhe shumë, e që është agjërimi i ditës së Ashurës. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se agjërimi i kësaj dite ka një shpërblim tjetër nga shpërblimet e ditëve të zakonshme që agjërohen. Ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam se dita e Ashurës shpresoj llogarisë tek Zoti se me agjërimin e saj kam i fal mëkatet e vitit të kaluar. Pra një ditë agjërim, një vit falje mëkatesh nga Zoti dhe kjo është për shpërblimin që njeriu e bën duke realizuar adhurimin e quajtur agjërim. Prandaj të nderuar besimtarë, shfrytëzoni këto ditë të mëdha të cilat na vijnë si bonus nga Zoti dhe janë ditë të cilat njeriu me pak përkushtim arrin që të fitojë shumë tek Allahu i madhruar, të marrim mësim dhe të mos jemi prej atyre që asnjëherë njerëzve t'i bëjmë zullum, për shkak se zullumi me të drejtë thuhet nga populli se kputet prej së trashmit. Andaj keni kujdes nga zullumi që mundi të ja bëni dikujt prej njerëzve, qofshin ata familjar, grua, bab, fëmijë, farefis ose nga rrethi i shoqërisë në punë apo kudo tjetër. Asnjëherë mos u bëni prej atyre që i bëni zullum dikujt për shkak se zullumi shumë shpejt përfundimin e ka të keq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.